Prefekti i Qarkut Korçës Nertil Jole ka zhvilluar në Pogradec takimin e radhës të Komitetit të Menaxhimit të zonave të mbrojtura mjedisore për peizazhin e mbrojtur toksor dhe ujor, ku prezente ishte dhe drejtoresha e përgjithshme e Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura, Daniel Pirushi. Në këtë takim, drejtori i Administratës Rajonale të Zonave të Mbrojtura, Gjergji Koki, prezantoi punën e kësaj drejtorie, ndërsa diskutoi mbi arritjet domethënëse të realizuara dhe problematikat e konstatuara. Në këtë takim, prefekti i Qarkut Korçës Nertil Jole kërkoi nga të gjithë institucionet përgjegjëse marrjen e masave të nevojshme për mirë administrimin e zonave të mbrojtura si pasuri unikale të natyrës së bukur të Qarkut tonë, të cilat shtojnë potencialin turistik të Pogradecit dhe gjithë rajonit tonë. Në këtë rast do doja që t'i nënvizoja drejtoreshës ndoshta rëndësinë që do duhet të ketë për të marrë një vëmendje edhe buxhetore në ato raste që është kjo e mundur për të stacionuar disa prezenca, po themi permanente në territoret e mbrojtura, marrë shkas nga eksperjenca e vitit kaluar në Parkun Kombëtar të Prespës, që ka qenë një sfidë për gjithë ne, edhe aty ka treguar dy anë të medaljes, njëra anë që ka qenë mobilizimi i palodhur edhe permanent në ditë të gjata, por nga ana tjetër ka pasur edhe ato pikat e dobta që ne të gjithë i marrim si eksperiencë në të tilla sfida, dhe ndoshta për të lehtësuar sinjalizimin e hershëm edhe për patur një aksesueshmëri më të lehtësuar në një rast në zonat që kanë një distancë fizike të konsiderueshme, ndoshta të parashikohet edhe të miratohet edhe në procedurën tuaj edhe nga Ministria, një korridor i vogël aksesueshmërie në Parkun Kombëtar të Prespës në mënyrë që të mundsojnë ngritjen në destinacion deri aty ku është e mundur, edhe me mjete të vogla që të reagojnë më shpejt dhe të kemi një situatë më të mbikëqyrë.